Sonte në Libero. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është edhe ime. Unë ju prezantova në pikat shkurta, por këtë intervist do ta nisim me një letër vetës. E ditë gjithë mysafirët e kanë një lloj sfide, po si e përjetove ti? Të them të drejtën, edhe në fillim të letrës e them që më pëlqen me bashkëbisedu me veten, edhe mund të shkruaj për veten, por me i shkru vetës nuk më ka ndodhur asnjëherë. Kështu që ishte i raport edhe thjesht e kam shkruar atë që merr në moment. Dhe në këtë rast është e mira se drejt për drejt ja thua vetës, drejt për drejt e dëgjon. S'ka nevojë për postier. A mundesh me na e lexu me shumë kënaqësi dhe jam shumë kurreshtar të di se çfarë i ke shkruar vetës. Në rregull. Letër vetvetes. Mimoz. Kjo është hera e parë dhe e vetme që po të shkruaj letër. Më shumë më pëlqejnë bashkëbisedimet me ty. Po ta kisha filluar këtë letër me e dashur Mimoz, shpresoj të jesh mirë. Jam e bindur se do të duke që po lexoje diçka nga një kopje e keqe, dhe unë e di që kopjet nuk i don as pak. Do të përpiqem të jem e shkurt dhe ta shpreh spontanisht atë që më vjen në këtë çast. Ti je mësuar të jetosh me dhimbje, keqesh me të, mirë po keqar edhe me gëzimet e jetës. Që nga fëmijëria ke përjetuar ekstremet që mund t'i përballoj një qenie e gjallë. Kjo të ka bërë që ta njohësh veten, jetën dhe vdekjen nga afër. Në këtë moment që po të shkruaj, siç më kujtuan disa fraza prezantime që i ke dëgjuar për veten. Kjo ka luftuar me vdekjen. E ti shpreh në fytyrë një buzagaz të lehtë. Shpesh njerëzit tremben nga vdekja. Ata nuk janë në gjendje të kuptojnë që ti vdekjen nuk e ke luftuar, por je përulur asaj, dhe ajo nuk të ka marrë me vete. Në vend se të merrte, ajo të dhuroi përvojën e jashtëzakonshme dhe të ka bërë që të kuptosh se përulja të shërben në jetë më shumë se krenaria. Ty nuk të tremb as pak e pashmangshmja vdekje, të merri yt ka qenë dhe mbetet dorëzimi. Uroj që të mos dorëzohesh kurrë. Qofsh me shëndet. Faleminderit shumë. Një letër shumë e shkurt, shumë e drejt për drejt, por edhe e thellë në ato që ke shkruar. Je mësuar të jetosh me dhimbjen, i the vetës, që nga fëmiria ke përjetuar ekstreme. Çfarë ekstremesh ke përjetuar? Po, është shumë interesant se para se të vinë këtë jetë, do të thotë kur e kanë dërguar nënën për në spital, ka të bëu aksident. Sepse ka qenë ngritës e madhe dhe kanë aksidentuar me një shtyllë elektrike. Dhe të shku me lind. Me lind. Domethënë, nëna tregonte që nuk e din as me ka sjell një jetë nga trauma e aksidentit, edhe si fëmijë jam rrit me atë histori kështu të tregimit. Pastaj, në një moshë shumë të re, kam qenë dikun 12-13 vjeçare, ishim në pushime verore, dhe unë pa lejen e prindve, ika me disa fshatarë dhe shkova në Bjeshk. Nuk e dija që është Bjeshka në atë periudhë, por që tentova të bëj edhe unë stanë se ata kishin e unë s'kisha. Edhe hypi diku në një listë shumë të lartë. Ke parasysh ata ohat të mëdhej në Bjeshk, edhe aty rrëzohem, edhe kam përjetuar në atë moshë gjendjen koma për 3 ditë. Edhe më kanë ndjek këto ekstremet e jetës, mos të flasë pastaj për këto aksidentet me biciklete, janë shumëta, derisa shkova në luftë. Vetëm 16 vjeçare? Vetëm 16 vjeçare. E pastaj lufta, po thuaj se çdo ditë ka pas të jashtëzakonshme, e të mbushur për plot me ekstremet e jetës. Mirë po që më ka dhuru diçka që nuk kisha mundur kurrë ta përfitoja ndryshe, edhe dhurata në vetvete është një farë dhune, se asnjë dhuratë nuk mirret vetëm thjesht. Kështu që ekstremet e jetës më kanë dhunuar në kuptimin psiqik, emocional, mirë po më kanë kalit, dhe e them edhe këtu më kanë mësu që çdo tejkalim i normalës të mëson me u përule, jo me u ndje krenare, sepse është thjesht
krenaria më duket shpesh arrogancë. E kështu që kam zgjedh më mirë t'jem e përullur se sa t'jem arrogant. E the edhe në letër, ndër tjera gjithashtu e përmende përballjen me vdekjen. Që t'ka bërë të kuptosh se përullja të shërben në jetë më shumë se krenaria. Ke pasur momente kur që t'jesh e përullur, ose t'jesh humble, kështu, t'jesh për toke, nuk t'ka shërby për mirë, nuk është kuptu drejt nga të tjerët? Asnjëherë nuk e qaj kokën fort se çfarë mendojnë tjerët. Për mua është rëndësishme ta njoh veten edhe e kam pranuar kështu si jam. Po, më ka ndodhur që fatkeqësisht shoqënia jonë edhe mirësjellja nganjëherë e merr për dobësi. E mos flasim për përullje. Por kur secili prej nesh e kupton që jemi në këtë univers shumë të vegjël, atëherë domosdoshmërisht duhesh më përull, sepse tek e fundit e disa të vegjël jemi ne, pavarësisht punës që kemi, pavarësisht pozitave që kemi, asgjë nuk është e përjetshme. Kështu që më ka bë me e dashur të njerëzimin më shumë edhe veten, kjo gjendja cilën unë ja rekomandoj vetes edhe them të drejtën. Për fat keq shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë sa të vegjël jemi. Vje keq për ta. Është më shumë besoj që zhgënjehen njerëzit që nuk e kuptojnë sa të vegjël janë. Kështu që kur ta kuptojnë që nuk je mbi njerëzor, atëherë kuptojnë që më mirë është ta kuptosh veten se ku je, sa fuqi ke. Gjatë jetës ne kemi disa versione. Jemi në një stad ku jemi, ku je sot, por në të kaluarën ke pasur versionet ndryshme tash. Cilin nga këto versionet do të doje që ta takoje? Mimozën fëmijë, mimozën në luftë, mimozën e të ardhmes. Dhe me cilën do të bisedoje, çfarë do t'i thoje? Të ardhmes nuk mund ta imagjinoj, se di si do t'jetë, sepse njeriu rritet çdo ditë. Ama je kurreshtare me ditë. Normal, po besoj që e kam prap vështirë të imagjinueshme. Okej. Normalisht që mimozën fëmijë e du shumë. Kam qenë fëmijë shumë i qeshur, shpirt i lirë, jashtëzakonisht shumë. E kam dashur tepër natyrën. Do doje ta takoje? Normal që po. Çfarë do t'i thoje? Ndoshta vetëm do ta përqafoja edhe ta shtrëngoja fort. Dhe nuk do t'i thoja asgjë. Edhe duke e njohur edhe veten, edhe normal që njeriu e kalon fëmijërinë, më shumë mbaj mend edhe në fëmijërinë time veprime se sa fjalë të njerëzve. Kështu që besoj që edhe përqafimi me mimozën e vogël, me siguri do ta mbante në mend atë përqafim më shumë se sa do t'i thoja diçka. Është një fotografi që qarkullon shpesh në rrjet, ku ju fëmijë dukeni e veshur me uniformën e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Besoj që edhe regjia na jep, ja, këtu je ti. Kjo fotografi është pas luftës, kam përshtypjen. Me njëherë pas luftës. Me njëherë pas luftës. Por ky fëmijë i brisht ishte në luftë dhe u plagos madje. Intereson ta di si e morri guximin, çfarë tha mendja, apo çfarë nxiti ty që të bësh pjesë e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Si ishte ai moment? Fillimisht nuk mund ta anashkaloj së pari familjen. Stërgjyshi im ka qenë i dënuar në burg të Idrizovës dhe aty e kanë mytë. Gjyshi gjithashtu ka qenë i burgosur në Goljotog, agja im. Kështu që ti si fëmijë rritesh në atë frymë. Pastaj, normalisht që ne jemi gjenerat që jemi rrit me dramat e Dy Krisma në Paris, filmat që i kemi pa, se cili ndikon në fëminin tonë. Nëntori dytë, janë filma që i dim përmendshma. Edhe si qytet,
them të drejtën Gjakova, gjithmonë e ka mbajt gjallë këtë frymën kombëtare. Unë e di që edhe në shkolla shpesh arsimtarët na kanë folë për çështjet, situatën në cilën jemi gjetur dhe çështjen kombëtare. Edhe organizimi ka filluar në shkollë, me shoke, me shoqe. Edhe normal e kishim të vështirë se nuk e dinim rrugën, nuk e dinim sakt ku gjindej UÇK-ja. Edhe rruga është historinë vetes, e kemi pas shumë sfida derisa kemi mri. Kështu kemi pas ke qenë me disa vetë, me disa shoke shoqe. Kemi qenë shoke shoqe të gjimnazit. Të gjithë nga Gjakova, fëmijë, shumë të ri, një pjesë veç kishte shku një javë para nesh edhe na prisnin. Edhe pse para nesh normalisht janë djemtë e parë që kanë shku Eltoni, Përmeti, Ylli, të tjerët, edhe ka pasur ndikim qytet kjo punë kur ata ju bashkuan në ushtrisë lirimtare. Edhe atë ditë unë nisëm në këmbë, edhe arritëm dikur, ushtarët e parë që i kemi pa, para se t'i takonim, në Glogjan. Në Glogjan shkuar. Kanë qenë ushtarët e parë Luan Nimane, tash heroi i Kosovës, dhe Adnan Krasniqi Cipi, është shoku joni, është gjallë sot. Edhe ka qenë një moment i papërshkruar, sepse në atë periudhë e di shumë mirë që uniforma për ne ka prezantu frikën, të merrin. Edhe tash është një uniformë që t'jep siguri e don, është diçka e jashtëzakonshme. E kjo fotografi, unë e ka marrë shumë vonë, sepse këtë fotografi që i kam në luft, i kam me flokë gjata. Edhe në luft pa ta vendos që flokët me i prej me maqinë, kanë qenë dy arsye. E para, nuk doja të dukesha me bistek, që të dalloj prej ushtarëve të tjerë, sepse edhe kjo të qenurit vajzë ka qenë një farë lufte brenda luftës. E dyta ka qenë shkaku i higjienës, sepse lufta bën vetën edhe... Nuk i ke kushtet si shpi, e vërtet? E kjo fotografi më ka ardhur para 2 vjetë, se nuk e kam di që ekziston, edhe kur e kum pa natën e parë, ma dërgoj nga një mbicurrin i shoki imi, kam qeshe kam qarë për një herë. Se? Se ma dha atë efekt, kur e pash vetën 17 vjeçare, edhe thash kjo është fytyra UÇK-s vetë me vetën. Edhe ky fëmijë i ka të përjetune të gjitha. Kur them të gjitha, krejt që ka t'jep jeta, gëzimet, hidhrimet, dhimbjet, qeshjet, gëzimet, humbjet, fitoret, i ka të përjetuar. Edhe me këtë mosh, ka një rreth të gjërë të njerëzve saj të dashur që i ka varrosur. Edhe më ka trondit shumë kur e kam pa. Edhe pastaj mendova që sikur nuk mos jam unë, por është thjesht një njeri prej shumë të tjerëve, i cili në këtë mosh pa menduar asnjëherë që do ta jetoj lirinë, ka qenë në gjendje të shkoj, të luftoj, dhe çmimi i lirisë t'jetë jeta vetë. U plagose në luftë. Pa. Si ndodhi dhe çfarë të shkoi mas pari në mendje kur u plagose? Është interesant se unë gjatë krejt luftës nuk ju kam frigu vrasjes sa ju kam frigu plagës. Edhe mbajnë mend kur u plagosën disa bashkëluftëtarë, unë me siguri isha zbej kur i kam dëgju rënkimet e tyre. Edhe më pathirë Shkelzen Haradinaj, komandanti ynë, se ajo është kujdes shumë për ne, sidomos të rritë e Gjakovës. Edhe më tha asgjë s'kan, edhe unë e shumë avi, thash, komandant, qysh asgjë s'kan. Tha e në plagë të leta. Edhe filloja me numru plagë të ti, ka pas shumë plagë në trup. Edhe tha madje për dorën, tha më kanë thonë që s'ki me mujtë me levizma, e leviz të kështu të me. Edhe i thash komandantun,
po lutem Zotit që ai plumë që më kap, le të më kap mirë, me në ai organ vital dhe të më lënë vend se Mos me shpëtu. mos më e përjetu plagën, luftë, se shumë e vështirë më dukej. Edhe dita që u plagosa ka qenë 7 maj, beteja e Qabratit në Gjakov. Ne sapo ishim kthyer se pa të ndodhur një luftë në Ratish, mbetëm pa armatim dhe një grup shku me marrë armatim, pastaj u kthyem. Edhe atë ditë kam rrinë në Gjakov, ndoshta 5-6 mëngjesit ka qenë, pas 3 ditëve rrugë. Sfida jonë më madhe edhe më rrezikshme ka qenë më shumë bartja armatimi se sa vetë beteja. Asnjë orë gjumë nuk i kam bë, edhe kanë fillu luftimet. Kanë qenë luftime të pa imagjinueshme. Unë them që lufta në qytet është saktë si nëpër filma, është diçka jashtëzakonshme. Në fshat, si të them, është vija e armikut, ti, dhe është një farë formë jeta vdekje. Këtu të kishim bëni me një zonë ku kishte popullat civile. Pastaj pozicionet e serbëve ishin shumë të mendune saksisht. Edhe ne u gjende me një rrëthim goxha të vështirë. Unë kur im plagos nuk i kom pas as 20 metra. Kanë qenë një siti Franki, janë njoftë, një siti elitar. Edhe lufta ishte mjaft e ashpër. Unë kisha afër vetes, do të thotë anash Ahmet Gjikolli, një bashkëftetar nga Peja që u vra ditë, Visar Joniku gjithashtu, edhe Yllka Domi, e cila u vra ditë kur unë plagosa. Të them të drejtën, i kom pas 7 vrima në uniform. 7 vrima në uniform, vetëm një plumë më ka godit. Edhe në fillim as nuk e kam ndjetë, Nuk e ke ndjetë? Jo. Thjesht kom pa gjak, edhe nuk e kom ditë që sa plagë mund t'i kem. Edhe kam qenë shumë vigjilente. E vetëdijshme pra? Shumë. Kam arrit me u tërhek, nuk më ka kap panik, madje më ka ardhur dhe me këndu. Edhe në atë moment më është kujtu shkelceni. Edhe e di që në qatë moment më ka shku edhe aty buza nga gaz. Disi ai në atë ko, edhe pse neve na u kanë duk fjalë rigoroze të rënda, ai na kishtë tregu të vërtetën, në fakt. Me që ata që kisha afër u vranë, modesht të shkoj zhag, edhe pas një periudhe jo shumë gjatë, fillon me ndje, mandej dhimbjen e plagës. Edhe kam kalu me një obor të shtëpis në Qabrat, edhe... Të mjekoj dikush? Jo. Gjatë kalimit në ato borë më ka pa një grua e Gjakovës, Drita Sada quhet gruaja, edhe ajo ka dalë me më tregu që kujdes se sa po kaluan para militarët, edhe kur ka pa që unë jem e plagosur, e aq më pak që e shen një fëmijë e një vajzë, ajo nuk hek çdo orë nga unë pastaj, edhe kujdeset rreth 7 orë me ty për mu, më strehon me një podrum të një shtëpije që banorët e shtëpis nuk ishin aty. Ai podrum besoj që vetëm një këmbësori e madhe kish mujt me më gjetë, se ndryshe jo. Edhe normalisht kam humbur shumë gjak aty. Është munduar të ma lidh plagën, por unë e kam një plagë shumë çuditshme se plumi ka depërtu edhe ka dalë shumë më naltë se sa po. Po fatkeqësia është që ne nuk kemi ditë se normal, edhe ajo ma ka lidh komen vetëm aty ku është hy plumi, jo anej gjakderdhja madhe është bo nga ka dalë plumi. Edhe u lodha, shumë u lodha dhe pothuaj se kalova në një gjendje tjetër. Aty është takimi me vdekjen, por që më ngel të peng të them të drejtën takimi me familjen. Në ato momente këtë? Në ato momente, jo vetëm familja, është shumë interesant. Unë them njeriu para se të vdes, janë qintat e sekondes që ti ke mundësi me e kujtu
prej fëmiris tënde, edhe deri në atë moment që je përshëndetesh me krejt njerëz që i nje. Por kam qenë shumë e qetë. Edhe drita vinte herë pas here, një herë më solli supë edhe pse unë i kërkoja ujë, edhe më tha po dën diçka. I thash nëse mundesh me e gjet një ushtar edhe me i tregu që jam këtu, konsideroj që ma ke sjell krejt botën. Se kisha shënimet luftës dhe doja që t'ja jepja një bashkëluftëtari që t'ja dërgon familje. Si kisha me vete në gjep, i ka majt tanë kohën. Edhe erë drita, tha i gjeta 2 bashkëluftëtar. Po nuk i kishë sjell aty se duke mos besuar, a janë sigurt apo jo. Edhe qysh kesh gati si e vdekur, edhe është ajo pjesa që gati se të dorëzohem. Nuk e di kam ka ardha ajo forcë, jem qunë kom rësull, edhe i këmë thonë, mi tregoj me emrat, ta është ardi edhe nisi, ta shpojën bashkëluftëtarët e mi, dërgëm aty. Kam ecë vetë, jo vetëm në atë moment, por neve na u desht me u tërhek mandej, edhe kam ecë përja 3 dit, deri e plagosur, deri në pishat e Dobroshit, është një zonë ku kemi qëndruar për një periudhë, edhe plagën e kam shëruar në mal. Me që kisha bo rrugën e Shqipnis me duke bërë të armatim, më duk tepër më ndimshme më shku edhe i herë, edhe i merja këto që pastrohen vesht, edhe i futësha njëg edhe në plagë, vete pastrojsha. Pastaj, kur filloj me u përmisu pak gjendja, edhe pse pas 3 ditëve, kur e kam pa kombentime për herë të parë, jam friksu me të drejtën se kishte marrë shumë ngjyra. Edhe isha oj shumë edhe kish marrë shumë ngjyra, por kemi pas një teknik medicinal, kështu, shkëllëzën gashi, a i më tha, mimoz është normale, vetëm se pushërri shtrit, edhe shpejt më shëru kom e rej, i gjeneroheshim shpejt atëherë. Sigurisht lufta ka një impakt. Dhe se cili, veç nëse e sheh, ka impakt e tje. Lërë më kur e përjeton, lërë më kur e jeton një moment si ti. A është një farë mënyre për ty lufta diçka që për gjithmonë ta ka ndryshu mënyrën se si e sheh jetën? Definitivisht po. Lufta ka bo me kuptu sa rëndësishëm është shëndeti. Dë bën me kuptu që parja nuk ka asë një vlerë. Dë bën me kuptu njeriun me nevojat veçanta. Dhe dë bën me kuptu që njeri, edhe nëse nuk e ke taku kur, mund të bëhet shumë i afërt, madje edhe ta konsiderosh si antar të familjes. Kështu që ne në atë periudhë kemi qenë shumë të lidhur, edhe unë edhe sot kam bashkëluftëtar që mund të mos i takoj ndoshta me vite, por ka një vend shumë të rëndësishëm. Ajo ndjesia kur s'harrohet? Asnjëherë. Neve ndoshta dikur na u kanë... Faleminderit shumë Mimoza për këtë rrëfim kaq të ndjerë. Ndërkohë, pas luftës, fatmirësisht përfundoi shpejt lufta. Fatmirësisht, akoma ishe fëmijë kur përfundoi lufta. Pas luftës, pastaj ke qenë vazhdimisht aktive dhe qysh jeni edhe sot aktive në politikë dhe në Parlamentin e Kosovës. Çfarë është kjo fotografi? Se është një kujtim për ty? Tash të tregoj pse. Kjo është 2015, mos të gaboj. është protesta kundër ish-ministrit Jablanović. Ne nëse mbanin mend, çdo vit me 6 janar kemi protestuar te Kisha Serbe, bashkë me thirrjet e nënave, çdo vit. Për dekada, edhe protesta me ato nëna, aq sa si me thënë, më lëndonte, të njëjtën kohë më fuqizonte shumë. Sepse ato nëna i kishin të pagjetur akoma fëmijët e burrat e. Edhe protestonin aty kundër kriminalëve që në emër të
pelegrinazhit vinin në vendin e krimit. Edhe pas një proteste, prej shumë protestave tjera, ish ministri Jablanović atëherë pat dhënë një deklaratë dhe nëna tona i quajti egërsira. Edhe ajo më pat shoku, ndoshta njerëzve ju duken thjesht deklarata politike, por kur t'ja kuptosh tjetrit dhimbjen, atëherë nuk është thjesht deklaratë politike, atëherë është fashizëm. Edhe së pari, nuk e kisha imagjinuar unë pas luftës që kam me u përballë me protesta, kam u arrestu disa herë nga policë tanë, dhe nuk kam u pajtu me shumë gjana se lirinë e kisha imagjinuar komplet të rregullune. Edhe isha duke pirë kafe me një shok limanin, thjesht nuk bësha rehat, thash duhet më bëj një protest. Edhe formoj një grupë në Facebook edhe me disa persona televizjes që duhemi të bëjmë protest, insistojsha ashtu, derisa u morë dikur një vendim më bë protesta. Të njëjtën kohë kisha folë me shumë organizata jo qeveritare që veprojnë në Gjakov, edhe protestuam, përgjigja ishte masive qytetarëve. Mirë po ajo u zgjeru në krejt Kosovën, jo vetëm në Gjakov, edhe është protesta e vetme që kemi arrit me e plotësu kërkesën e saj. Një rezultat konkret, do më thonë. Do më thonë, është e vetmja në Kosovë që me pa tjetër u desh të shkarkohej Jablanovići, e për atë është një kujtim se njeriu kur nuk duhet të dorëzohet edhe të mendon që ndoshta nuk bëhet. Nëse diçka është e mundshme, thjesht duhet me punu për të, me bashku njerëz një qëllimi, se gjithçka është e mundshme. Jeni aktive në politikë. A mund ta krahasosh politikën me luftën? Cila është më e vështirë për ty? Cila më e komplikume? Politika. Politika. Unë e kam, është histori e gjatë kjo, edhe i uroj vetes që herë do kur do ta shkruaj dhe ta lë. Unë e konsideroj që në jetën time është viti më i vështirë 2017, shkaku i presioneve të mëdha që i kam përjetuar, shkaku i qëndrimeve politike. Edhe lufta më është dok tepër e thjesht në krahasim me politikën. Nëse mund të shprehem figurativisht, është sikur me pa bardhëzi edhe me shumë ngjyra. Politika atë sa është e bukur, mu më përmbush dhe kam qëllime, por në njëjtën kohë është një ambient i ndytë ku nuk e din që në rreth me kë keme u gjendë. E tash këtu desha të pyes, sa është e vështirë për një luftetar të ruaj ato idealet e luftës, atë pastërtinë, atë imazhin e mirë për lirinë, për jetën, kur hyn në botën e politikës? Është e vështirë, por nuk është e pamundshme. Nuk është e pamundshme. Jo, as pak. Unë deri këtu asnjëherë nuk më ka ndodhur që të lëkundem nga ajo që unë besoj, nga bindjet e mia, pavarësisht çfarë sulme mundem me pas, unë prapë vazhdoj me qëndru besnike edhe aty nuk kam për ulje. Bindjet e mia nuk kam për ulje. I prezantoj, i përfaqësoj, edhe për 12 vite sa kam qenë asambleiste në Gjakov, kam qenë normalisht asambleistja më aktive në komunë, por që nuk kam bërë kur kompromis me vendimet që i kam marrë aty. Asnjëherë në interesin e asnjë personi, gjithmonë në interesin e qytetit edhe qytetarëve. Do të thotë, ky është parimi im që e mbaj në politikë. A mund t'jetë një njeri njëkohësisht idealist, por edhe realist? Po, normalisht. Idealja mendoj që idealizmi mu më ka ushqy edhe kam besu ndoshta shpesh edhe verbërisht në disa gjana. Mirë po, idealistit nuk në kupton tjetë ndonjë imagjinar. Idealizon diçka që
ndoshta për realen mund të duket fillimisht si e pamundur, por me punë arrihet edhe idealizmi, kështu që janë në harmoni me njëra tjetrën, goxha shumë. Ndoshta bën diferencë, por bashkëveprojnë. Mos, faleminderit shumë. Për këtë pjesë të bisedës, do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e dytë. Pëlqejeni faqen tonë zyrtare në Facebook. Po kërkoni një mundësi të shkëlqyer për investim apo për gjetur apartament luksos në Bregdetin e Ulqinit. Banesat tona janë të pozicionuara në lokacione të shkëlqyera në Ulqin, afër qendrës historike të qytetit, tek bulevardi Teuta, si dhe me pamje nga valët e detit Adriatik tek kompleksi Sunrise në Meteriz, mbi kalan e Ulqinit, një nga atraksionet më të famshme dhe historike të qytetit. Banesat ofrohen me mundësinë e pagesës nëpërmjet kësteve. Shijoni një qëndrim të qetë dhe komod, ndërsa jeni vetëm një hap larg nga historia dhe kultura e pasur që ofron qyteti i Ulqinit. Për më shumë informata, ju lutim që të na kontaktoni në këta numra informues. Rajzi Biro Prishtina, fluturime direkte çdo ditë me çmime ekstra të lira. Zyrich Prishtinë. Rezervoni online në flyrbp.com. Kur e kupton që e ke tepru, duhet me njëherë me vepru. Zgjidhja e shpejt pas iftarit. Tretësi Kot ndihmon tretin në mënyrë efektive, natyrale dhe të shpejtë. Rutina të mërzitshme? Hapni 7 Days edhe ndryshoni rutinën. Mbushje kremose me kakao e mbështjell në një croissant të butë. Për të ëmbëlsuar, për të ngopur dhe për t'i dhënë ditës hare. 7 Days, ndryshoni rutinën. I'm not interested in peace prize. I want a war. Së shpejti në kinema. Will build the myth that the Russians are controlling the modern world. Një histori pushteti. We are its masters. Siç nuk e keni parë kur. Wizard of Kremlin. Biletat janë në shitje. Si multitasker, sajtu upload, download, paguaj faturat, scroll, krye transferin. Shop, drop, shop, aplika për Starcard. Work from home, work from home, aplika për kredi. Streaming, pret. Tërgani shpej kryeni punë të online. Teknologjia! Në Beko, ne I kemi testuar pajisjet tona në shumë situata si kjo. I kemi provuar të gjitha në maksimum, që ju të mund të shijoni në maksimum pa stres. E besueshme, Beko. Interneti më I shpejt 5G në pakot më atraktive prepaid nga Vala. Pako M me 10 GB dhe L me 20 GB internet për Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor. Pako XL 30 GB internet brenda dhe jashtë vendit 9.99 euro. Pako XXL 50 GB internet për Kosovë dhe Evropë 14.99 euro. Pakot mund t'i blini edhe në aplikacionin Vala Jon. Për më shumë informata, vizitoni kosovotelecom.com. Vala është e Kosovës.
Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable. Spise dit. Du niks selv när du sulten. You're not you when you're hungry. Snickers. Wow, jam një biznesmen I vogël. Haha, jepi, hidhu. Shh, thuaj diçka si biznesmen. Shqetësoja gojën mendjes në Orbit Gam. Për ty po, është mirë. Kënaqësi maksimale me biskotën krokante Oreo, të mbushur me krem të butë me vanilje. Shijoni deri në Max me Milka Max. Abonohuni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Faleminderit zonja, jemi kthyer në studio në pjesën e dytë për të vazhduar bisedën. Mirë po më lejoni të I falenderoj sponsorët. Fillojmë me Rajze Byro Prishtina. Është një kompani me një përvojë mbi 40 vjeçe në fushën e transportit ajror. Rajze Byro Prishtina ju ofron fluturime direkte nga Prishtina drejt Evropës. Aktualisht operon në 30 destinacione nga Prishtina dhe Anasjelltas, duke ofruar lidhje të sigurta dhe të rregullta gjatë gjithë vitit. Për rezervime, vizitoni webpaqen flyrbp.com apo përmes numrave kontaktues që ndodhen në faqen e tyre. Faleminderit shumë Rajze Byro Prishtina. IPCO TV, televizioni në çdo pajisje, kudo që je. Më nuk je I lidhur me kablo apo me një ekran vetëm. Me IPCO TV, argëtimi është aty ku je ti. Mbi 210 kanale dhe përmbajtje Premium Plus të gjitha sportet. 72 orë Ketchup TV që nuk të lë të humbasësh asgjë. Filma e seriale në telefon, tablet, laptop apo televizion. Internet ultra I shpejt për përvojë pa ndërprerje. Gjitha këto vetëm për 30 euro. Faleminderit shumë IPCO TV. Falenderojmë edhe kompaninë Frutex. Në tavolinën tonë I kemi pijet natyral 100%, të cilat nuk përmbajnë fare sheqer të shtuar, pra 0% sheqer. Janë pije që janë nga llojet ndryshme të frutave, të cilat na shoqërojnë në momente freskuese dhe që pa dyshim e meritojnë të jenë pjesë e tryezës sonë. Faleminderit shumë Frutex. Vazhdojmë bisedën me të ftuarën tonë, deputete e Parlamentit të Kosovës, Mimoza Shala. Ndërkohë, në pjesën e fundit, do të flasim për një aspekt tjetër, aspektin familjar, dhe për këto e kemi një surprizë për ty. E kemi një video që të ftoj ta ndjekim. Përshëndetje Nanush. Sot I kom përgatit disa pyetje jo vetëm si djalë yt, po edhe si gazetar I arshëm. Jem pyetje thjeshta ama nuk t'i kom bë kurrë. Nanush, ti edhe babi kur nuk na keni fol për historitë luftës. Gjithmonë I kemi ndëgju për bashkëlutetarëve të juaj. Edhe pse ndjehemi shumë krenar për veprën e juaj, deshta me ditë pse është diçka që nuk mundesh me diskutu me djemtë tu. Nane, di që periudha prej luftës deri te krijimi I familjes ka qenë begje e shkurtër. Deshta me ditë sa ka qenë e vështirë për ty perceptimi I realitetit edhe kontrasti prej luftës në paqe. Tash që jemi rrit edhe analizojmë jetën më mirë, dua ta di si ke arrit të angazhohesh politikisht e të njëkohësisht të na japësh neve fëmijërinë me përvojat më të mira
edukimet më të thjeshta, po më të efektshme, edhe mbi të gjitha ku e gjete krejta dashni. Pyetja e fundit është një pyetjeve që ta kumbo Beki shpesh, është pyetje shumë serioze, a më gjatë ju ke shmang. A më do ma shumë mu a Rionin? Faleminderit, Triumf. Triumfi është studenti jonë. Dhe, qiko, ke qenë mirë me qenë këtu me t'i bo pyetjet direkt, po faleminderit që i bëri me video. Tani, sigurisht i mbajten me në pyetjet, po unë po t'i kujtoj një nga një, që mos tiki, mas njonat mos metet pa përgjigje. I ke prit? Të fundit e kom të përditshme. Këto të gjithë prindrit e kanë. Po e nisim prej të parës. Ti dhe babi kur nuk keni folë për storjet e luftës, thot. Gjithmoni kemi dëgju prej bashkëluftëtarëve. Tani, pyetja ishte, pse është diçka që nuk mund ta diskutosh me djemë tu? E para, ne kemi qenë prind të këtyre, nuk kemi qenë luftëtarët me fëmijët tonë. Edhe unë mund ta kuptoj edhe Rionin edhe Triumfin, se nuk e kanë të letë, baboj nuk ju jeton më, edhe ndoshta ju kanë met merak që nuk i kanë dëgju prej ati rrëfimet. Por unë këtu po i premtoj Triumfit se krejt çka ka dëgju populli prej meje, ndoshta është vetëm 10% që asaj që e kanë përjetuar, dhe me që tash janë rritë po bëhen burra, kanë me dëgju edhe ato që nuk i ka dëgju askush. Do me thonë, i bjen një farë mire se ka qenë të vegjël, mos me i ngarku, mos me i rëndu, përveç asoj, mos me kalu ato që ti është dashur ta përjetosh. Përveç asoj, une i kam thënë Rioni djali i madh, që shërimi im ka qenë fëmija im i parë. Do të thotë, ne kemi qenë të dalu nga lufta edhe dashnia prindore është diçka e mrekullueshme. Do të thonë, naja me këta na ka kthy në një botë tjetër, në një gjendje tjetër, edhe thjesht edhe nuk kemi qenë ata që normalisht jemi në luftë. Si që këta janë mrekullia vetë, por që kam i dëgju edhe Triumfi edhe Rionit gjitha ato që janë përjetuar atje. Faleminderit shumë për përgjigjen. Pyetja e dytë lidhet pikërisht me këtë. Sa i vështirë ka qenë për ty perceptimi i realitetit nga kontrasti nga lufta? Do me thonë, me njëherë mas luftës e ke kriju familjen dhe fëmijët, sa ka qenë i vështirë ky kontrast? Tepër i vështirë. Vetëm ne që kemi përjetuar e dim, sepse ka ndodhur shumë gjëna. E para, unë mbaj mend kur është demobilizu USHK-ja. Ne s'kemi qenë as në mosh, as të përgatitur që ta kuptojmë atë efektin e politikës. Edhe prej një luftëtari në një njeri të rëndomt edhe gjindu vetë si të duash një jetë, nuk është e lehtë. Është shumë e vështirë, por që pa që ne kum pasi diçka euforike, do të thotë me shumë mangësi, por që familja ka qenë ajo foleja që të bën me i kalu gjitha sfidat edhe problemet që mund t'jemi hasë me vetë vetën më shumë në atë periudhë. Unë me Triumfin e Rionin e di që kemi diskutu këtë pjesë që mu më ka njëmu shumë natyra. Natyra është dashnia jeme dhe prapë dalë shumë natyrë. Do të thotë komunikimi parë i imi me një psikolog ka qenë rrjedha ujit lumit e Renik. Kështu që ato se kum nalë kurrë dhe dhe më thonë gjithmonë ekziston një rrugë cilën ti e gjenë për me kalun këto kontrastet e jetës. Edhe përjetimi i amësis ka ndikuar këtu? Shumë, shumë. Për herë, në luftë tupiten ndjenjat. Edhe me që shinim çdo gjë, do thotë nuk qanim, kishim filluar të mos qanim. Edhe kur kam ngel shtatzon Rionin e mbaj mend që kam qenë duke parë një film, se jam adhuruese e filmit e muzikës, edhe ke një skenë kështu e prekshme, edhe pas sa
kohë, më kanë rrjedh lot. Edhe jem gëzu shumë në atë moment që më në fund dollën lot. Më kanë ndru shumë. Në letër, ndër tjera, nëse po e kujtoj the që kam qeshur me dhimbjen, e kam qarë me gëzimin. Po, shpesh qaj nga gëzimi, dhe natyra ime është në dhimbje të mëdha, me që nuk du ta prezantoj dhimbjen, gjithmonë e maskoj me një buzëqeshje. Edhe ajo më duke që m'jep gogja forcë, dhe nuk jam njeri që ankohem, as nuk jam mësuar që dikush tjetër të më mban, gjithmonë forcën e gjejnë këmbët e mija, ashtu, edhe është kjo që më ndodhë shpesh. Edhe tash më gëzoj fakti që djali e pas ka bërë këtë video dhe me siguri e vrejtje që më pështellën sytë me lot. Po t'ishte ndoshta diçka situatë vështirë, do të më shije forcë. Në fort, po. Okej, faleminderit shumë dhe pyetja e famshme. Për fund, të kërkoj falje, është bloku ledi me një fotografi që e patëm me djemt, po pyetjen me gjitha të e kemi. Po, është edhe një pyetje kjo që e ka thonë... E fundi. E treta, jemi rritur, analizojmë jetën më mirë. Dhe pas ka thonë që... Ku e gjete krejt këtë dashni? Po, dashnia është kudo. Dhe unë para se me po fëmijët normal që gjithë shka e rëndësishme kanë qenë prindët e mi. Tash gjithë shka e rëndësishme janë fëmijët e mi. Dhe dashnia e nanave është shumë e madhe, kështu që nuk ke nevojë me gjetë, ajo vetëm është. Edukimi thjesht më pëlqen thjeshtësia, unë kur nuk ja kompliku fëmijëve jetën, nëse nuk kanë arrit me kuptu diçka në shkollë, unë kam zgjedhë mënyrën me pa një film edhe me diskutu filmin. Kështu që, ose kur ka ndosht të zë me mësu për Skënderbeun, unë i kam hypë makinës edhe jam shku me ta në Kruj. Dhe më thonë, kjo ka qenë metoda ime që gjithmonë e kam zgjedhë me Rejonin e Triumfin. Okej, dhe derisa është kjo fotografi, e kemi atë pyetjen e famshme, zgjidhjen. Resul, unë e kam problem me flajtë në shpinë, gjithmonë flajë në krah, por me këta dy, kur kanë qenë vegjël, jam detyru me flajtë në krah, se s'kam guxu mu kthy ka njëri ose tjetri. Edhe është shumë interesant se këta nuk kanë diferencë të madhe. Nëse njëri ka kërku patika Adidas, tjetri ka kërku Nike. Nëse njëri i ka pëlqy Messi, tjetrit Ronaldo. Do të kanë qenë gjithmonë në kundërshtim rivalitet. Normalisht që edhe gjithmonë këtë pyetjen Triumfi e bën më shpesh. Sa janë ndërmjet kështu? 1 vjet e gjys. 1 vjet e gjys, okej. Madje një ditë e morë telefonin tim edhe i shkroj vetes mesazh nga unë që nanush, ty të do nëna më shumë se Rionin. E ka të dëshmume. Po, janë natyra të ndryshme. Rioni sillet më shumë se ai familjar, burr, e ka rrit vetëm para kohës. Triumfi ka më shumë natyrë të humorit, por unë ju them shpesh, po them edhe publikisht, spari e kemi shëndetin, por jam nën shumë e lumtur, sepse i kemi raportet tepër të mira. Përgjigjen? Përgjigje, dashti me e marrë këtu. Okej, vazhdo në dilema, të dytë gjithmonë. Faleminderit shumë. Mimoza që ishte sot në Libero, faleminderit për intervistën dhe këto rrëfime që i ndavemi ne. Faleminderit edhe juve. E përcjellim me shumë duar trokitje, Mimoza